Mirëmbrëma shikues të emisionit Doktor Plus, kënaqësi të takojmë sërish edhe në këtë javë. Sonte në kuadër të emisionit do të flasim më shumë për tuberkulozin. Se çfarë është simptoma dhe si trajtohet kjo sëmundje, do të flasim me doktor Musa Hoxha. Doktor, faleminderit shumë që je pjesë e emisionit Doktor Plus. Doktor, fillimisht të nisim me çfarë është tuberkulozi, për ata persona që nuk kanë njohuri për ta. Tuberkulozi është një sëmundje infektive, e cila shkaktohet nga një shkaktar, një bakterie apo bacil, i cili është në formë shkopse dhe që quhet Mycobacterium tuberculosis. Po është një bakterie që është mjaft specifike, edhe për atë thojmë sëmundje specifike, për shkak se është ndërtimi i vetë të murit të asaj bakterie është mjaft rezistente në sa i përket në terapi, edhe për ata ajo gjithmonë tuberkulozi ka sjell probleme shëndetësore në barë globale. Do të thotë Mycobacterium tuberculosis vetë membrana e saj është me një membranë proteinike me polipeptide dhe lipidike, e cila është mjaft rezistente terapi dhe është acido-alkoolo rezistente. Për atë, kjo sëmundje ekziston thuja se qysh kur ka fillu njerëzimi dhe ende merremi me pasojat e saj. Po, doktor, cilët janë shkaktarët e tij që po përhapet kjo sëmundje? Shkaktari i sëmundjes, thamë, është bacili Mycobacterium tuberculosis, kurse përhapja e kësaj sëmundje bëhet kryesisht përmes, jo kryesisht, po kryesisht bëhet përmes rrugëve aerogjene, përmes të folurit, bërtitjes, këndimit, të shtitjes, kollës, të gjitha këto lirohen përmes disa spërklave mikrometrike, të themi, që dalin në ajër dhe nga ajri atëre pacienti njoftohet me atë bacil, merr primo infeksionin, ku 1/3 e njerëzimit ku e kanë primo infeksionin dhe e njohin këtë bacil, por nuk do të thotë që zhvillojnë sëmundje. A ka lloje të tjera të tuberkulozit, përveç e dina që kemi tuberkulozin që i prek mushkërit? Tuberkulozi ndahet në tuberkulozin mushkëror apo pulmonar, edhe tuberkulozin jashtë mushkëror ose ekstrapulmonar. Sa i përket përqindjes, tuberkulozi mushkëror është dikon 70 deri 75% përgjithësi, kurse tuberkulozi jashtë ose ekstrapulmonar, jashtë mushkive, i cili zhvillohet dhe prek dhe damton, si veshkët, mbështjellësit e zemrës, perikardin, peritoneumin, eshtrat, unazat e bushtit korrizit, gjandrat limfatike, limfadenopati specifike edhe të generalizume, mandej prek edhe trurin, siç kemi pasën përpara, mjaft edhe meningjitet tuberkulare, sidomos të fëmijët e vegjël. A mund të jetë kjo sëmundje e fshihur duke mos pasur pra dhe simptoma? Tuberkulozi, thamë se ekziston me ekzistencën e vetë njerëzimit dhe përpara është menduar se është edhe sëmundje trashëguese, për shkak se sidomos shekullin e 18-19 ka bërë mjaft kërdin në Evropë dhe ka marrë familje të tëra, po me zbulimin e bacilit Koch nga Robert Koch, një shkencëtar gjerman, me 1882, 24 mars për atë që edhe na kemi edhe ditën e tuberkulozit, të cilën vazhdimisht e shënojmë çdo vit. Do të thotë pasë kush është shkaktari, për atë se është sëmundje e msheftë, për shkak primo infeksionit, sidomos në vendet endemike ku ka tuberkulozë mjaft, sidomos në vendet e varfra dhe vendet në zhvillim, atëre gjithmonë pritet që me rastin e kompromitimit të atij imunitetit apo një ftofje e madhe, një sëmundje bashkëshoqëruese kronike e cila e ul imunitetin apo marrjen e barnave imunosupresive, atëre vjen deri te si me thonë zgjon
kry ky bacil edhe zhvillimi i tuberkulozës aktive. Por kur duhet me dyshuna që i kena këto simptomat e para dhe është e rëndësishëm që ne këtë ta zbulojmë në faza më të hershme? Patjetër se çdo sëmundje që zbulohet në fazat e hershme, edhe diagnostikohet, edhe mjekimi është shumë më i mirë edhe më adekuat. Edhe pse te tuberkuloza nuk është as problem mjekimi, për shkak se qysh nga lufta e dytë botërore me zbulimin e antituberkularit parë streptomecinës, vitin 43, edhe viteve 50-60 me antituberkular tjerë, si që janë izoniazidi, pirazinamide, tambutolli dhe rifapicina, atëherë o kompletuan komplet gama e mjekimit të kësaj sëmundje. Do të thotë, ku e patëm fjalën më herët, tuberkulozën jashtë pulmonare ose ekstrapulmonare përbën dikon 25% të rasteve, edhe mi po ajo nuk është infektuese sa i përket rrethit dhe familjes ku pacienti qëndron, kurse te tuberkuloza pulmonare mundet edhe te këto raste kemi dikon me baciloskopi të verifikume ose laboratorikisht verifikum dikon rreth 50% të rasteve që na konsistojnë BK pozitiv, kur shihet sputamirët e gjyrosët dhe futet në mikroskop, atëra ata pacienta janë infektues për rrethin, familjen edhe personat më kanë qëndrojnë afër, për shkak se tham tuberkuloza është sëmundje që përhapet përmes ajrit, rrugëve aerogjene, por nuk do të thotë se është aq përhapet shpejt, sikurse viruset, themi, sikur që na ka ndodhur gjatë pandemisë Covidit, se viruset përhapen shumë lehtë dhe shpejt edhe për një kohë të shkurt, se janë shumë kontagjioz. Kurse kjo do një kohë më e gjatë, një afërsi më e madhe, për shkak se ato spertlat e flugeut të cilat dalin do thuhet një largësi 60 cm, po kohë zgjatja, po varet edhe nga virulenca e bacilit edhe sasia e bacilit që bëhet infektimi i pacientit tjetër. Cilat janë pasojat e kësaj sëmundje dhe është e rëndësishme që ta dimë që një familjar ose në dikush në shoqërinë tonë është prekur më herët nga kjo sëmundje dhe të tregojnë për arsye që mos të shpërndahet. Pasojat e sëmundjes janë gjithmonë nëse mjekimi, diagnostikimi dhe mjekimi nuk bëhet me kohë. Për shkak se mundet, nëse është pulmonar, mundet të bëjë damtimin e indit parenkimatoz të mëshirë, do të shkaktoj destruksionin në mëshri, kaverna, dhe ato na i quajmë forma të rënda të tuberkulozit. Për atë, qysh nga pas lufta, në fillim kemi pas forma shumë të rënda të tuberkulozit, sidomos edhe të fëmijët, kemi pas meningjitet tuberkulare, të cilat kanë lënë pasoja mjaft të mëdha, po kemi pasën edhe tuberkulozë të tritshëm, përqindje të madhe të tuberkulozës të tritë, mosha adoleshente. Kurse tani pas 25 viteve nga lufta e fundit, edhe numri i pacientëve aktiv me tuberkulozë nga 1800 raste, tash për këtë vit kemi për vitin 2024 541 raste, po që ka shenja të mira për shkak se është zvogëlu numri shumë të fëmijë, për shembull nga 0 deri 14 vjet, kemi vetëm 3% nga gjithë ky numër i gjembashëm, po edhe të moshat adoleshente, moshat e reja, që është po ashtu gati se 1% rreth 3% e gjithë numrit të gjithëbashëm. Dhe vazhdimisht tuberkuloza, edhe pse themi se është sëmundje të gjitha moshave, pospostohet në moshat e mesme edhe në moshat e mëdha. Po cilat janë ato komplikimet që mund të ndodhin nëse nuk trajtohet në fazat të hershme? Komplikimet të cilat mund me ndodhen te tuberkuloza pulmonare, tham se damton mëshri
damton mundet me damtu komplet njënën mushkëri, me shkaktuar edhe fibroz, fibrotoraks, edhe ajo mushkëri me thonë është komplet me pasën kur bojmë për shembull spirometrin, na themi është një restrikcion komplet për shkak fibrozës mushrive, se aty më nuk mbet në paranematoz edhe alveola ku bëhet shkëmbimi i oksigjenit prej jashtit në gjak, dhe për atë ai pacient përfundon me insuficiencë të rëndë respiratore, që do të lidhet me oksigjen, për shkak se humb sipërfaqja e shkëmbimit të oksigjenit në organizëm. Kurse sa i përket formave ekstrapulmonare, varet se ku çka ka prek, a ka prek këto që kemi limfadenet që ka prek në gjëndrat limfatike, apo kemi shumë të në raste që prekin eshtat, sidomos unazat e boshtit korrizit, mund të vinë deri te bluarja apo konsumimi i unazës dhe të mbetet njeri i paralizum për shkak damtimit të unazave të boshtit të korrizit. Do të thotë, apo edhe te meningjiti tuberkular mund të ketë pasoja mjaft të mëdha te një fëmijë i cili nuk është bërë diagnostikimin e mjekimi me kohë, për shkak se mundet me pasën pasoja me veten edhe me probleme edhe çak edhe i paralizum edhe fëmija, po edhe personat të cilët kanë probleme të tuberkulozës të boshtit korrizit. Po, pa ka trajtim pas kësaj dhe a nevojitet që të bëhet një vaksinim sa më i hershëm, sa ndikon vaksinimi? Vaksinimi të ne bëhet të posalinërit, BCG vaksina, do të thotë një vaksinë e cila ka filluar qysh nga viti nga fillimi i shekullit 20, diku 1921, kur është zbuluar nga dy shkencëtarët francez, Calmet dhe Guerin, dhe është menduar në atë kohë se me zbulimin e vaksinës problemi i tuberkulozës ja që edhe do të zgjidhet. Mirë po, asësi jo, vaksina ndihmon vetëm në rastet e tuberkulozave të rana, siç tham meningjitet, tuberkulozave hematogjene, që janë mjaft të rënda, kurse vaksina nuk e mbron komplet organizmin nga zhvillimi i një tuberkuloze aktive. Po, a ka ndonjë lidhje mes tuberkulozit dhe sëmundjes HIV/AIDS? Lidhja e tuberkulozës me sëmundjen HIV/AIDS ka lidhje, për shkak se tham vendet endemike gjithmonë shumica e popullatës është e infektuar me bacil të kohët. E ka primo infeksionin, mirë po nuk zhvillon sëmundje. Kurse te personat që janë me HIV/AIDS, edhe për atë në Afrikën e Jugut, ku kemi HIV/AIDS numër më të madh, kemi edhe numër më të madh të tuberkulozit, për shkak se ajo është një sëmundje imunosupresive, e cila ul imunitetin e organizmit, edhe në atë gjendje bacili i kohët zhvillohet edhe nga primo infeksioni zhvillon sëmundje aktive, do të thotë tuberkulozën sekundare. Kjo është lidhja, për shkak aty ku kemi HIV/AIDS, kemi edhe zhvillim shumë më të madh të tuberkulozit. Sikurse edhe te personat të cilët janë me sëmundje bashkëshoqëruese, diabet, personat të cilët janë me sëmundje onkologjike, tumore të ndryshme, të cilët marrin terapi imunosupresive, themi, edhe aty vazhdimisht gjenë vendin edhe momentin edhe bacili i kohët që të zhvillojë sëmundje tuberkulozë aktive. Po, si qëndron kjo sëmundje në Kosovë dhe a janë vetëdijsuar qytetarët për këtë sëmundje që mos ta fshehin më? Po sa i përket stigmës, përpara ka qenë stigme madhe, sa i përket tuberkulozës nëpër familje të ndryshme, kurse tash ka ndryshuar situata, edhe sëmundja si sëmundje është më e rrallë. Do të thotë kemi vetëm 541 raste, edhe pse prapë na nuk kemi drejt me të kënaqur me këtë numër, se jemi më keq se vendet për rreth, sa i përket incidencës. Për vitin 2024 kemi një incidencë 33.7 nivel venit, kurse shtetet për rreth dikon e kanë përgjys ose edhe më mirë incidencën
e tuberkulozit. Apo ndikon kjo shkak edhe i kushteve të ambientit që i kemi në higjienën tonë? Ne thamë tuberkuloza, bara e tuberkulozës edhe nivel botëror e barti në vendet e varfëra edhe vendet në zhvillim. Do të thotë na patjetër, pse kemi numrin më të lartë edhe karshi vendeve për rreth, ne duhet nisemi si piknisje, po edhe para luftës fundit, normalisht që Kosova edhe kur ka qenë në shtetin e ex-Jugoslavis, ka qenë me incidencë më të lartë, për shkak se ka qenë si rajon më i varfër, edhe pse ka qenë njësi konstruktive e atij shteti. Kurse tash në Evropë prap jemi shteti më i varfër. Pasi që jemi shteti më i varfër, prap edhe kemi tuberkulozë mas shumëti. Edhe ne jemi ende një vend endemik, sa i përket numrit rasteve edhe tuberkulozës. Po thash se janë shenja të mira për shkak se të fëmijët edhe të moshat adoleshente kemi përqindje të ulët të tuberkulozës, edhe në anën tjetër është shenjë mirë që nuk kemi shumë me multidrugs resistance. Do të thotë tuberkulozi në disa vende ka shkaktuar probleme të mëdha për shkak të rezistencës në ilaqe. Do të thotë nuk kanë ndikuar ilaqet në mjekimin dhe shërimin e tuberkulozit, edhe për ata situata tëna është e mirë. Dikon në vitin 2024 kemi pas vetëm 2 raste me multidrugs resistent. Këto janë shenja të mira se tek tash jemi në momentin që presmi vitet e ardhshme që vërtet ta ulni këtë numër të rasteve aktive me tuberkulozë edhe të ulet incidenca. Doktor, sa mundet me qëndru një person i infektuar nga kjo sëmundje? Një person nga kjo sëmundje mundet me qenë infektuar tërë jetën. E pas tam prima infekcion, 1/3 e popullatës botës është me prima infekcion. E njeh bacilin e kohë, ka në kontakt me ta. Po ajo rreni fjetun për shkak forcave imunitare të organizmit, ajo rreni fjetur do të thotë nuk zhvillon tuberkulozë aktive. Edhe pse nivel global, tuberkuloza është një problem shumë i madh shëndetësor, për shkak se tash kemi dikon rreth 10.8 deri 11 milion raste të reja që zhvillojnë sëmundje aktive, kurse kemi 1.250.000 raste që vdesin nga pasojat e tuberkulozit gjatë vitit. Si problem shëndetësor, tuberkuloza ka qenë gjithmonë, jo vetëm në vendin tonë, po të gjitha vendet e botës, edhe pse edhe shtetet perëndimore ku janë më të zhvilluara, nuk ja kanë arrit me eradiku këtë sëmundje. Prapë edhe shtetet skandinave, sado që kanë numër shumë të vogël të raste, po ende kanë raste me tuberkulozë. Mua edhe për këtë, gjithmonë të gjitha shtetet në nivel shtetëror janë angazhu, sikurse edhe shteti jonë edhe Ministria e Shëndetësisë bën mjaft punë edhe angazhohet për diagnostikim edhe mjekim edhe trajtim të mirëfillt të kësaj sëmundje. Për ata edhe çdo shtet vetëm sa i përket tuberkulozës e ka posedon menaxherin kombëtar për tuberkulozë. Sikurse nuk kemi as sëmundje për sëmundje tjera, për menaxher kombëtar për infarkt, menaxher kombëtar për diabet, po për tuberkulozë, po se është një problem shumë i madh shëndetësor që ka paraqitur gjithmonë gjatë etapave ndryshme të njerëzimit. Po doktor, a keni pas rast të rënda që keni trajtuar në vendin tonë? Thashë në fillim, pas luftës kemi pasur raste më të shpeshta të tuberkulozave të rënda. Sikurse edhe pas luftës kemi pas edhe rastet të meningjiteve tuberkulare të fëmijët, kanë qenë ndikon 17-18 meningjite tuberkulare, që ka paraqitur një indikacion epidemiologjik për një rast me meningjit tuberkular, 100 raste të reja të vinë. Mirë, po tash nuk i kemi ato raste, ka pas edhe raste të formave të rënda të tuberkulozit, edhe të mosha adoleshente me damtime të mëdha të mushkërive, me kavernë të kavernizuar, me kaverna të mëdha, me damtime goxha të mëdha, po tash çdo ditë më tepër ato raste ekstensive, raste të rënda nuk i kemi. I kemi rastet më të lehta. Edhe për ata mendoj se
Tash jemi në momentin dhe kohën kur besoj që në vitet ardhshme edhe do të shihet rezultatet sa i përket edhe diagnostikimit, edhe mrekullimit trajtimit të kësaj sëmundje. Doktor, për fund si mund të kujdesemi nga tuberkulozi? Po, gjithmonë preventiva është ma e mira, jo vetëm për tuberkulozën, po edhe për gjitha sëmundjet tjera. Kurse sa i përket të tuberkulozit, tham se preventiva është kur një pacient konstatohet që është me tuberkulozë aktive, do të mirën masat gjithëmbashme edhe për depistimin e asaj familje, me paraqite mjeku specialist, me bërë rentgenat, me bërë testin e PPD-s të lëkurës, edhe me pasë a janë të zhvilluar ata tuberkulozë aktive ajo. Edhe një anën tjetër me vetëdijsimin e popullatës, me broshura, me emisione, me pankarta, me të gjitha këto shkojnë në dobi të njoftimit të popullatës se si do të ruhet edhe si në mënyrë preventive edhe të kujdeset nga ky bacil apo nga kjo sëmundje. Doktor, faleminderit edhe një herë shumë për krejt këto këshilla dhe informacionet që i dha për shikuesit tanë. Faleminderit. Shikues të nderuar, kaq kishim sa i përket këtij emisionit. Natën e mirë dhe mirupafshim.